Sot ndoshta më shumë se asnjëherë më parë shohim domosdoshme për me bë një reagim publik në emër të lëvizjes së studentore për barazi, studim, kritik dhe veprim. Në emër gjithë kolegëve student drejtimit stomatologjisë, ky reagim vjen si pasojë një dukurie shqetësuese dhe gjithnjë më të përhapur në disa kolegje private në vend, e cila lidhet drejt për drejt në mënyrën organizimit dhe funksionimit të studimeve në drejtimin e stomatologjisë. Stomatologjia si një profesion i rëndësishëm shëndetësor kërkon përgatitje gjatë akademike, përgjegjësi të lartë profesionale dhe standarde të rrepta në edukim. Studentët e këtij drejtimi përfundojnë 6 vite në studim universitare dhe në fund fitojnë titullin doktor i stomatologjisë. Kalojnë nëpër procesin e stazhit profesional dhe pas mundësisë së vazhdimit të specializimeve në fusha të ndryshme të stomatologjisë. Për shkak të kompleksitetit dhe përgjegjësisë që bart ky profesion, standardet e edukimit duhet të jenë të larta dhe natyrisht duhet të jenë pa kompromis. Në Universitetin e Prishtinës, drejtimi i stomatologjisë është një nga drejtimet më sfiduese dhe më konkurruese. Procesi i pranimit si i tillë është selektiv dhe bazohet në disa kritere të qarta standardizuese dhe akademike. Ndërsa gjatë studimeve studentët i nënshtrohen të sistemit rigoros vlerësimi në të gjitha lëndët teorike dhe praktike. Për më tepër, infrastruktura akademike, klinikat universitare dhe praktika profesionale janë të organizuar në mënyrë që studentët fitojnë njohuri dhe aftësi të më tutjejme për trajtimin e pacientëve në mënyrë të sigurt dhe të profesional. Numri i studentëve të pranuar çdo vit është gjithashtu në përputhje me kapacitetet e institucionit dhe nevojat reale të sistemit shëndetësor të vendit. Në anën tjetër, fatkeqësisht jemi dëshmitar të një realiteti i cili është kryesisht apo krejtësisht tjetër në disa kolegje private, ku drejtimi i stomatologjisë ofrohet me kushte që sipas dëshmive dhe përvojave të studentëve nuk i përmbushin standardet minimale akademike dhe ato profesionale. Në këto institucione shpesh mungojnë kriteret e qarta për pranimin e studentëve, ndërsa procesi i vlerësimit akademik nuk është i bazuar gjithmonë në standarde transparente. Një nga problemet më shqetësuese lidhet edhe në punën praktike klinike, e cila është thelbësore për formimin e një stomatologu kompetent. Ka raste kur studentët në këto institucione janë të detyruar të sigurojnë vetë pacientët për të realizuar praktikën, ndërsa në disa raste raportohet se studentë caktuar nuk arrin fare këtë praktikë me anë të klinikave të pamjaftueshme gjatë studimeve tyre, që përbën një problem mjaft serioz në drejtim të kësaj fushë. Për ma tepër jemi një dëshmitar të praktikave të transformimeve pa kritere të qarta në drejtime tjera brenda të njëjtave institucione, duke rritur artificialisht numrin e studentëve në drejtimin e stomatologjisë. Ky fenomen përëndon edhe më shumë situatën, duke krijuar mbigarkesë të tregut të profesionistëve që në shumë raste nuk kanë kaluar të njëjtin proces rigoros në të cilin kalojmë ne si studentë të Universitetit të Prishtinës. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, numri i stomatologëve në Kosovë është rritur ndjeshëm. Në disa analiza dhe vlerësime, vendi konsiderohet si ndër vendet me numrin më të lartë të stomatologëve për kohë banore, jo vetëm në rajon, por edhe në Ballkan. Dhe në krahasim në shumë vende të Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vendin tonë janë regjistruar rreth 2400 stomatologë, çka për një popullsi për rreth 1.8 milion banor nënkupton raport afërsisht 1 stomatolog për çdo 700 deri 750 banor. Kjo rritje pa kontrolluar e numrit të diplomuarve në këtë fushë është në përputhje me nevojat reale të popullsisë, pra nuk është si e tillë e përputhur dhe sistemet shëndetësor të Kosovës. Përbën një problem mjaft të qartë në këtë fushë dhe padyshim se është shqetësuese duke marrë parasysh karakteristikat dhe krahasimet të cilat vetë i banë në studentët.